Aty mos e kanabis sativa William Shakespeare, analizat e kryera në lullën 400 vjeçare që përdorte shkrimtari hedhin dyshime se William Shakespeare nuk ishte thjesht një duan pirës. Një grup shkencëtarësh nga Afrika e Jugut, gjatë kërkimeve në kopshtin e shkrimtarit, zbuluan ekzistencën e kanabis sativa, që sipas tyre mund t'i ketë shërbyer shkrimtarit për të shkruar disa nga kryeveprat e dramaturgjisë botërore. Kërkuesit përdorën një teknikë të veçantë, përmes saj ata gjetën 8 mostra të ndryshme të kanabis sativa, 4 prej të cilave i përkasin kopshtit të shtëpisë së Shakespeare. Kërkimi shkon edhe më tej. Në lull janë gjetur edhe gjumë të kokainës, prej ardhjes së cilës mbetet enigma. Këto dyshime përforcohen edhe më shumë, kur në sonetat e William Shakespeare sugjerohet se ai ishte familjar me efektet e këtyre drogërave. Në sonetën e 76 ai shkruan: "Krijimi nga një bimë e keqe", e cila mund të interpretohet se gjatë kohës që ai shkruante, përdorte bimë si kanabis sativa. Në të njëjtën sonet, ai shkruan se nuk do të preferonte të lidhej me këto përbërje të çuditshme, që lën vend për t'u interpretuar si drogëra të forta, ndoshta kokainë.